Universiteti Amerikan i Kosovës sot është shndruar në një institucion me studentë, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga 17 vende të tjera të botës. Profesorët e universitetit thonë se studentëve u ofrohet një arsimim i lartë i sistemit amerikan dhe shpresojnë se ky institucion po bëhet një faktor i rëndësishëm në përpjekjet për ndërtimin e ekonomisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Nuk ndodh vetëm që të rinë nga Kosova të mësojnë botën e jashtme për të studiuar, ndodh edhe e kundërta. Student nga 17 vende të ndryshme të botës studiojnë aktualisht në Universitetin Amerikan në Kosovë. I themeluar në vitin 2003, ky institucion bën mësime në gjuhën angleze dhe jep diploma të njohura ndërkombëtarisht. Themeluesit e tij, një pjesë të cilëve diplomatë që kanë punuar në çështjen e Kosovës, besojnë se nëpërmjet këtij universiteti kanë sjell Amerikën në Kosovë. Adela Sheshi nga Tirana është duke përfunduar studimet në Universitetin Amerikan në Prishtinë, e bindur se kjo është zgjedhja më e mirë për të fituar dije. Fillimisht, shkolla IUK erdhi në Tiranë dhe bëri një prezantimi nëpër gjimnazet, edhe mua më duke ide interesante, sepse ndoja të aplikoja jashtë, të shkoja në Itali ose Francë, edhe por mendova që pse shkoj jashtë, duhet me marr vizën edhe nuk kuptoj dot shpesh. Kurse këtu shqip ndryshe, e thash po vi këtu. Plus që pyeta mora informacion që nifesh si fakultet, thash po vi. Jam shumë e kënaqur, derisa është viti 4 po mbaroj. Jam shumë e kënaqur. Ngjashëm me të, por nga Kanadaja e largët, Arberesha Bishaj ka vendosur që të studiojë në Prishtinë në Universitetin Amerikan. The reason was because I always wanted to come back. Like, this is my home, this is where I was born. Arsyeja është se gjithmonë kam dashur të vi këtu, sepse kjo është shtëpia ime. Këtu jam lindur. Më duket se në Kosovë është më ngrohtë, me që në Kanada shkoni në shkollë por mezi njihni dikë, ndërsa këtu njerëzit janë më të afërt dhe miqësitë krijohen më lehtë. Build more friendships, I think. Yeah, just come with me. Profesori amerikan Richard Baker thot se puna e tij është e njëjtë me atë që ka bërë në Shtetet e Bashkuara. The curriculum is what I teach is similar to what I teach in the US. I teach financial economics and also econometrics, which is the application of statistics. Plan programi që zbatoj është i njëjtë me atë në Shtetet e Bashkuara. Unë ligjeroj financat, ekonominë dhe ekonometrinë, që është zbatimi i statistikave në ekonomi. Studentët këtu janë mjaft sfidues sepse një pjesë e tyre tashmë punojnë dhe studiojnë shumë, thot ai. Aktualisht në Kosovë autoritetet janë duke përmbyllur procesin e licencimit dhe akreditimit të institucioneve private të arsimit të lartë, proces ky që Universiteti Amerikan ka kaluar një vit më parë. Kosova edhe 10 vjet pas luftës vazhdon të përballet me vështirësinë në fushën e arsimit, që është përcaktuar si një ndër sfidat më të mëdha për shtetin e ri. Për Zërin Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.